Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për mushkonjat dhe llojet e luleve që i largojnë ato. Mushkonjat janë rezultat i mijëra viteve evolucion biologjik natyror. Ato janë insekte shumë të vjetra, që ekzistojnë më shumë se 100 milion vjet më parë. Mushkonjat kanë evoluar. Ato dikur ishin insekte të vogla që jetonin pranë ujit që në periudhën e dinosaurëve. Fillimisht ato ushqeshin vetëm me lëngje bimësh. Mushkonjat femra pickojnë dhe titin gjak sepse u nevojiten proteinat që ka gjaku për të zhvilluar vezët e tyre. Meshkujt pinë vetëm lëngje bimore dhe nektar. Evolucioni i pickimit dhe thithjes së gjakut u bë strategji mbijetese dhe riprodhimi. Mushkonjat kanë zhvilluar disa aftësi unike. Ato ndjejnë dioksidin e karbonit, nxehtësinë dhe aromën e trupit. Goja e tyre është shumë e hollë, gjë që nuk dëmton shumë lëkurën. Gjithashtu, ato kanë aftësi që vezët dhe larvat e tyre të zhvillohen në ujë të ndotur. Edhe pse janë të bezdishme për njerëzit, mushkonjat kanë një rol të rëndësishëm sepse shërbejnë si ushqim për zojt, peshqit dhe kafshë të tjera. Femrat pinë gjak për të riprodhuar, ndërsa meshkujt ndihmojnë në pjalmimin e bimëve. Pra, si përfundim mund të themi se mushkonjat janë produkt i mijëra viteve evolucion natyror, duke u përshtatur për të mbijetuar edhe për të riprodhuar. Pikërisht, kjo gjë bëri që disa prej tyre të pickojnë dhe njerëzit. Mushkonjat nuk janë aktive në të njëjtën kohë. Disa janë aktive ditën dhe disa janë aktive natën. Kjo është e rëndësishme të dihet për të mbrojtur veten. Mushkonjat e ditës pickojnë më shumë gjatë ditës. Ato janë zakonisht aktive herët në mëngjes dhe mbasdite. Aedes aegypti është mushkonjë e ditës. Ajo preferon të pickojë njerëzit gjatë ditës dhe është shumë aktive në zonat tropikale. Gjithashtu, edhe mushkonja Aedes albopictus ose tiger mosquito ka aktivitet gjatë ditës. Ajo kryesisht ndodhet në zonat me gjelbërim. Mushkonjat e natës. Këto mushkonja pickojnë kryesisht në mbrëmje dhe natën. Një prej tyre është edhe mushkonja Anopheles, e cila sjell sëmundjen e malariës dhe ka aktivitet maksimal natën. Kjo mushkonjë riprodhohet rreth ujrave të qeta, siç janë moçalet dhe kënetat. Edhe kulec është mushkonjë e natës. Ajo aktivitetin e saj e ka natën dhe në mbrëmje vonë. Shpesh ajo rritet në zona me ujë të ndenjur, në këneta dhe moçale. Disa mushkonja janë transmetuese të parazitëve që jetojnë në sistemin limfatik të njeriut. Këta parazitë quhen filaria dhe sëmundja që shkaktojnë është filariasi limfatik. Një nga mushkonjat që mbart filariasin është edhe mushkonja kulec. Kjo mushkonjë është shumë e zakonshme në Afrikë, në Azinë Juglindore dhe në lindjen e mesme. Femrat e kësaj mushkonje pickojnë njerëzit dhe transmetojnë parazitët limfatik. Lind pyetja: si ndodh infeksioni te njerëzit? Mushkonja pickon një person që ka parazit limfatik në gjak. Parazitët futen tek mushkonja. Kur mushkonja pickon një person tjetër, ajo transmeton larvat tek limfa dhe nyjet limfatike preken. Me kalimin e kohës mund të shkaktohet elefantiazë, që është ëndje e fortë e gjymtyrëve. Shkencëtarët nuk mbështeten te pamja për të dalluar mushkonjat. Ata i testojnë mushkonjat në laborator për parazitë dhe viruse me metoda kimike dhe gjenetike.
Pra, për një person normal, nuk ka një mënyrë vizuale për të dalluar mushkonjën. Lind pyetja, kush janë lulet me aromë të fuqishme që largojnë mushkonjat? Ka disa lule shumë të bukura që kanë aromë të fortë dhe njëkohësisht ndihmojnë për të larguar mushkonjat. Një prej tyre është lulja livando. Kjo lule ka aromë të këndshme për njerëzit, por shumë të bezdishme për mushkonjat. Ajo mund të mbahet në vazo, në balkon dhe në dritare. Lulja nenexhik. Kjo lule ka aromë të freskët dhe të fortë. Mushkonjat nuk e durojnë dot aromën e saj. Kjo lule rritet lehtë dhe mund të mbahet në kuzhinë. Citronella. Kjo është një bimë me efekt të madh kundër mushkonjave dhe ka aromë limoni shumë të fortë. Barbaroza. Kjo është një bimë shumë dekorative për balkone dhe ndihmon jo vetëm në largimin e kunupjave, por edhe të insekteve të tjera. Borziloku. Kjo bimë ka aromë të fortë dhe i largon mushkonjat. Është gjithashtu e dobishme edhe për gatim. Kjo bimë vendoset pranë dritareve, në balkon ose afër vendit kurim. Nëse fërkohet pak gjethja e saj, aroma bëhet më e fortë dhe efektive. Një metodë tjetër efektive për largimin e mushkonjave është edhe limoni me karafil. Pritet një limon për gjysmë dhe te këto gjysma limoni vendosen kokra karafili brenda. Vendosen në tavolinë dhe aroma e krijuar i largon mushkonjat. Kamomili. Kjo bimë është e njohur për efekt qetësues. Është shumë e sigurt për fëmijët, ka aromë të lehtë dhe i largon mushkonjat. Një rol të rëndësishëm los përgatitja e ambientit përpara gjumit. Mbyllen dritaret ose vendosen rjeta në dritare. Hiqen ujërat e ndenjur pranë shtëpisë dhe vendosen pranë dritareve vazo me livando dhe borzilok. Mbrojtja kryesore dhe më e sigurt ndaj mushkonjave është përdorimi i rjetave mbi krevat. Kjo është një nga mënyrat 100% efektive, sidomos për fëmijët. Mushkonjat nuk pickojnë rastësisht, ato zgjedhin disa njerëz për t'i pickuar më shumë se të tjerët. Kjo ndodh se çdo njeri ka një aromë unike. Disa aroma janë më të rrejse për mushkonjat. Kjo është arsyeja se dikush pickohet më shumë dhe të tjerët pickohen më pak. Një rol të rëndësishëm luan dhe grupi i gjakut. Studimet tregojnë se grupi 0 pickohet më shumë. Pastaj vjen grupi A dhe B. Edhe ngjyrat e rrobave lozin rol kryesor në afrimin e mushkonjave. Mushkonjat tërhiqen më tepër nga ngjyrat e errta, siç janë e zezë dhe blu e errët, ndërsa ngjyrat e hapura i tërheqin më pak. Pra, si përfundim, mund të themi se mushkonjat e zgjedhin njeriun në bazë të frymarrjes, e cila përmban dioksid karboni, të djersës, të aromës së trupit dhe të grupit të gjakut. E rëndësishme për largimin e mushkonjave është shmangja e ujrave të ndënjura, rrobave të errta dhe e alkoolit në mbrëmje. Aroma e alkoolit i tërheq shumë mushkonjat. Pra, formula perfekte është vendosja e rjetave, ventilatorit, aroma e livandos dhe rrobave me ngjyrë të hapur. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.